Vllaznia është rikthyer tek fitore në kampionat teksa ka fituar pastër 2-0 në Partizanit, edhe pse pjesa e parë u mbyll në barazim pa gola. Në të dytën mjaftuan golet e Grutës dhe Bajramit, që kuqeblut e merrin 3 pikët, edhe trajneri Berdarić u shpreh se skuadra e tij meritoi fitoren. This was today a very strong performance. Sot ishte një performancë e fortë dhe e mirë ekipit ton. This is there where we want to go. Kjo është ajo ku ne do na mbrojmë me shkuar. Opponent and the pressure. Tarim ekipin kundërshtar, presion me presion të mirë. Të pas shumë raste shënimi. And to be patient. Edhe të jena sa më durueshëm. Through 90 plus minutes we know that we can score every single moment. Çdo moment. With sort of situations. Me mjaft situata. And that's why we create. Prandaj ne arritëm me kriju. We scored in the right moment. Në momentin e duhur. Yeah, and we deserve definitely these 3 points. Dhe meritum 3 pikë në fund. But of course also we survived also një momente gjatë lojës. To be also honest. Duhet të jena me këmbë. That's why you have a goalkeeper. Prandaj është pse kena një portier. That's why we are very happy that we have Aron. Jam mjaft i lumtur që kena Aronin në ekip juk. Normal asnjë humbje nuk është një gjë e mirë për të përkusuar, gjithsesi më vjen keq për mënyrën po themi si u zhvillua një pjesë e mirë e ndeshjes dhe për gabimet individuale po themi të futbollistëve saktueshëm edhe na kushtozuan disi në rezultat. Kështu që patjetër që është një humbje që na mërzit, është një humbje e cila është e nevojshme për të nxjerrë po themi dhe rezultatet e nevojshme pas saj për të një analistë të thellë. Por gjithsesi thashë njëherë, ishte një ndeshje që kishte të mirat edhe të këqijat e veta. Një prej autorëve të goleve, Ildi Gruda, u shpreh kënaqur për këtë fitore. Po punoj çdo ditë që të arrij maksimumin tim. Ka qenë një dëmtim i rëndë dhe avash pa marr veten. Normal, grin ka çdo ndeshje, po unë mundohem të jap maksimumin tim. Objektivat tona janë 2 vendet e para, tash deri në fund do japim maksimumin. Me këtë fitore, Vllaznia ngjitet në vendin e dytë në kuotën e 40 pikëve.